Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi ngjarjet e fundit teksa një skandal ka shpërthyer sipas një investigimi të mediave italiane ku njerëz të kryeministrit Edi Rama janë kapur në përgjime me bandat kriminale në ishullin Aruba. Ndërkohë përtej oqeanit, Donald Trump ka nisur luftën ndaj George Soros, po sa rrezikohet në këtë rast Edi Rama? Dhe nga ana tjetër, dosja Charles McGonigal është rihapur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe a e rrezikon në këtë rast kryeministrin Edi Rama dhe çfarë e tremb në këtë rast vetë Edi Ramën, duke qenë se mungoi edhe në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara. Për t'ju përgjigjur këtyre pyetjeve, por edhe trajtimit të çështjeve të tjera, ne kemi të ftuar studiuesin Grid Roy. Zoti Roy, përshëndetje. Përshëndetje Bardh. Gëzohem për ftesën, faleminderit për ftesën. Zoti Roy, përtej oqeanit, Donald Trump pra në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka nisur luftën ndaj George Soros. Çfarë do të thotë kjo luftë e Trumpit ndaj Sorosit dhe sa rrezikohet Edi Rama në këtë rast? Pikës pari, unë nuk do ta zvogloja atë që po bën presidenca Trump duke e vendosur thjesht si një luftë ndaj një personi të caktuar. Presidenca Trump është duke shkaktuar një tërmet në politikën amerikane, është duke shndërruar natyrën e shtetit amerikan, është duke shndërruar mënyrën se si funksionojnë mekanizmat e shtetit amerikan, dhe ky është një proces që është i vështirë për shkak se kishte një mënyrë të rrënjosur, ku kishte shumë ndikim rrjeti i zotit Soros, por edhe rrjetet të tjera, sepse nuk është i vetmi zoti Soros që shtyn një agjendë liberale globaliste. Pra, transformimi i shtetit amerikan nuk është thjesht luftë e drejtë për drejtë me Sorosin. Megjithatë, George Soros është një pjesë e madhe e kësaj agjende dhe sigurisht që duke luftuar këtë lloj agjende, presidenca Trump do të marrë në shqyrtim të gjithë njerëzit të cilët kanë punuar në nivelet të dyta dhe të treta dhe sidomos në marrëdhëniet ndërkombëtare për të shtyrë përpara për të përparuar një agjendë të tillë globaliste. Dhe kryeministri aktual i joni, Edi Rama, njihet si një nga mbështetësit më të mëdhej të kësaj agjende, dhe sigurisht që edhe veprimet e tij do të shqyrtohen. Pikë së dyti do thoja që ka dhe një pikë të dytë që njerëzit duhet ta kuptojnë në Shqipëri, që është kryeministrat shqiptarë dhe ata që janë pjesë e Parisës Tiranës që ka sunduar mbi popullin shqiptar që nga rënia e komunizmit, nuk janë në shqyrtim thjesht për agjendën e Sorosit. Dosjet e tyre janë, siç e kam thënë dhe më parë në emisionet e tjera, dosjet e tyre janë mal, kanë dosje korrupsioni, hajnie dhe veprimesh të tjera kriminale, të gjitha palët, duke përfshirë dhe kryeministrin aktual, kështu që nuk është gjë e re që kryeministri i Shqipërisë është nën vëzhgimin e autoriteteve amerikane. Që me rikthimin e Donald Trump është vërejtur një distancim i administratës amerikane ndaj kryeministrit Edi Rama, dhe këtë kemi parë në disa evente ku ka qenë i pranishëm presidenti Donald Trump dhe ku Edi Rama ka tentuar që ta takojë, por ka dështuar. Çfarë po ndodh në raportet mes kryeministrit Edi Rama dhe administratës së Donald Trump? Me aq sa unë di, nuk besoj se ka marrëdhënie midis administratës presidentit Trump dhe njerëzve të zotit Rama, sepse qeveria e zotit Rama është një qeveri që edhe çdo qeveri shqiptare në fakt, që i përgjigjet një njeriu të vetëm dhe të gjitha rrjetet që funksionojnë rreth saj, i përgjigjen pushtetit të atij personit që është në krye në atë moment. Pra, kjo është edhe çështja kjo është edhe ajo që ndodh me zotin Rama tani. Nuk ka asnjë lloj marrëdhënie midis dy qeverive, pavarësisht përpjekjeve titanike të bëra nga njerëz afër Ramës, dhe arsyeja për këtë është shumë e thjeshtë. Siç e thash më parë, zoti Rama përfaqëson një rrym mendimi krejtësisht kundër që shihet si armiku brenda administratës. Por
edhe më e rëndësishme se sa kaq. Marrëdhëniet midis Ramës dhe qeverisë amerikane mbaheshin në nivel të pranueshëm thjesht nga që administrata më parshme ishte në të njëjtën vijë mendimi me vijën e mendimit të zotit Rama. Tani që ra kjo vijë mendimi nuk ka më afërsi të tillë. E megjithatë, në marrëdhëniet ndërkombëtare konsiderohen shumë plane, konsiderohet plani i stabilitetit të vendit, i stabilitetit rajonal, i stabilitetit ndërkombëtar, dhe të gjitha këto po bëhen bashkë që e vendosin kryeministrin e Shqipërisë aktual të Shqipërisë në një pozitë shumë delikate dhe shumë të vështirë. Nuk duhet harruar që zoti Rama ka një proces të hapur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe në disa vende tjera evropiane, për sa i takon të vërtetës, por një proces i hapur që e mban atë peng të drejtësisë amerikane, pavarësisht nëse është kjo administratë apo një administratë tjetër, dhe vetëm arsye për cilën roli i tij që ka punuar kundër shtetit amerikan nuk është i evidentuar më shumë, siç është në rastin e Sali Berishës për shembull, që është shpallur non grata. Roli i tij nuk është evidentuar më shumë sepse është në kryet një shteti, është kryetari një shteti dhe funksionon në diplomaci parimi i noblesse oblige, që do të thotë që për sa kohë që dikush është në pushtet, për sa kohë që shqiptarët e zgjedhin këtë njerëz të drejtojë, me kufizime të caktuara, administrata amerikane do të ruaj balancën ose ekuilibrin me vullnetin e shqiptarëve. Zoti Roy, si e shpjegoni mungesën e kryeministit Edi Rama në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara, i cili dërgoi atje vetëm presidentin Bajram Begaj, dhe në një event kaq të rëndësishëm me shumë gjasa Edi Rama nuk do të kishte munguar? Ka një sinjal nga Shtetet Bashkuara në këtë rast që ka stopuar Edi Ramën? Përgjigjja zyrtare e autoriteteve shqiptare është që kjo punë bëhet me radhë, një herë shkon presidenti dhe një herë shkon kryeministri, po ajo është një përgjigje pa shumë vlerë reale, sepse në fundit siç e dim në shtetin shqiptar, zakonisht është kryeministri që ka peshën më të madhe fuqisë, dhe sidomos në rastin e zotit Rama, po dhe më parë zotit Berisha, po sidomos në rastin e zotit Rama, ai është një njeri që preferon të mbledh gjitha pushtetet dhe është një njeri që sundon mbi shoqërinë shqiptare sot. Pra gjitha pushtetet janë në dorën e Edi Ramës sot. Dhe nëse vendos Edi Rama që duhet të shkojë ai dhe jo presidenti, ka shumë thjesht me anë të Ministrisë Jashtme që ta kryejë këtë punë. Pra, ndonse përgjigja zyrtare është që kjo është çështje rradhe dhe presidenti është numri 1 i shtetit, e gjëra të tilla që formalisht qëndrojnë, në realitet zoti Rama nuk mundi dot të shkojë, megjithëse sepse e di që agjenda e tij nuk do të preferohet, megjithëse sepse e di që unë nuk besoj që është e vërtetë që nuk mund të udhtojë drejt Amerikës, sepse përsa kohë që nuk ka shpallje të një procesi gjyqësor ose të një vendosje nën atë që anglisht quhet indictment, që të hidhet përpara gjyqit, hedhi në gjyq, ai si kryetar shteti zakonisht lejohen. Edhe Gaddafi erdhi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës 6 muaj para se të ndodhte ajo që i ndodhi. Por ajo që e shtyn zotin Rama të mos vinë në një mbledhje kaq të rëndësishme, besoj unë, sipas mendimit tim, është fakti që atë nuk ishte për ta pritur askush këtu. Ai nuk do të mund t'ju hidhte propagandë syve shqiptarëve, tagjin e propagandës së tij shqiptarëve dhe t'ju thonte që ky ishte një takim i suksesshëm. Herën e fundit që ka ardhur është përpjekur të bëjë disa takime në komunitet ose të shkojë në përdasma, por tani më ai e di që është në vëzhgimin e shumë kujt dhe do ta kishte të pamundur të takonte njerëz me peshë. Ndaj dhe ka zgjedhur që të dërgoj presidentin dhe ministrin e jashtme në takime formale, ndërkohë më duket pak e çuditshme, ndoshta jo për zotin Rama sepse ai e quan veten vllai Vučićit, por më duket pak e çuditshme që me shumë gëzim dhe me shumë hare ministre e sapo emëruar e jashtme publikon fotot me ministrin e jashtëm serb, i cili është një Marko Đurić, i cili është një genocidues i hapur i shqiptarëve, i cili shqiptarët do t'i çojnë hell.
unë nuk arrit ta kuptoj dot se cili është kuptimi diplomatik i saj, po ndoshta zoti Rama si vlla, që e ka vlla gjaku, që e ka zotin Vučić, do ja shpjegoj shqiptarëve. Apo i bëhet Këshilli i Kosovës në këtë rast, duke qenë se në Truez nuk ishte as përfaqësues të Kosovës? Marrëdhënia midis Kosovës dhe Shqipërisë është një pikë kritike, për shkak të Paris-Tiranës, jo thjesht të zotit Rama, i cili ka mbajtur disa qëndrime politike jo të mira ndaj Kosovës, por edhe ndaj përdorimit që është bërë asaj nga të gjithë palët, përfshi këtu edhe Sali Berishën. Fatkeqësisht, mirërisht do thoja, brenda Paris-Tiranës askush nuk e do Kosovën. Askush nuk don ta mbrojë realisht Kosovën. Dhe kjo është një gjë që po krijon një lloj ndarje midis Kosovës dhe Shqipërisë, e cila është e panatyrshme, është e rrezikshme, është pikërisht ajo që duan serbët, grekët. Mirë, po shteti shqiptar kontrollohet nga Sindikata Ndërkombëtare e Krimit, ka ndikime të thella greke, dhe edhe kur palët prononcohen publikisht pro Kosovës, përgjërohen për Kosovën, siç përgjërohet për shembull zoti Rama për fatin e Hashim Thaçit, ose siç përgjërohet Sali Berisha për fatin e Kosovës e tjerë, kjo është thjesht formalisht, e përdorin për pushtetin e tyre, e përdorin për të mbrojtur mekanizmat e pushtetit brenda Shqipërisë. Shteti shqiptar nuk punon për Kosovën, nuk ka punuar për Kosovën, mirisht, pavarësisht se shumica e shqiptarëve ndoshta mendojnë që shteti punon ose mendojnë se duhet punoj për Kosovën, fatkeqësisht nuk ka një agent të mirë koordinuar kombëtare që duhet kishte si qëllim të përbashkët bashkimin e trojave shqiptare. Presidenca Trump ka hapur ka hapur mundësinë e zgjidhjeve me bazë etnike. Deri më sot kjo ka qenë tabu, Evropa ende nuk e pranon. Mirë po, tani më jemi në luftë, pavarësisht se Evropa nuk do ta pranojë luftën me Rusinë, po duket për ditë më tepër se është në luftë me Rusinë, dhe zgjidhjet do të ndryshojnë, mënyra e zgjidhjeve do të ndryshojë, bile mund të themi edhe që ka ndryshuar, dhe në këtë kontekst shqiptarët duhet të ishin të qartë për objektivat e tyre dhe duhet kishin njerëz në krye që të punonin së bashku, të mirë koordinuar për këtë punë. Paria e Tiranës nuk e lejon këtë, dhe ndaj dhe është krijuar një lloj ndarje me Kosovën që është shumë e rrezikshme, shumë e tmerrshme, dhe që po pasqyrohet për ditën më tepër edhe në opinionin publik në Kosovë. Dhe mua për këtë më vjen jashtëzakonisht shumë keq, dhe për sa kam mundësi unë do të bëj ç'është e mundur me mjetet publike që ta denoncoj këtë fakt që është një nga krimet e përbindshme të Paris-Tiranës. Ndërkohë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rihapur së fundmi çështja e Charles McGonigal, pra dosja ish agentit të FBI-s, ku rezultoni përfshirë edhe kryeministri Edi Rama. Çfarë po ndodh në këtë rast me kryeministrin Edi Rama sa i përket kësaj dosje? A është ai të merruar nga fakti që është rihapur atje, por nisur edhe nga vizita e fundit e Altin Dumanit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Shikoni, unë nuk mendoj se dosja ishte mbyllur pjesa që i përket zotit McGonigal. Dhe pjesë, domethënë zoti McGonigal ishte antar për shumë kohë i rrjeteve të brendshme të Shtetit Amerikan, rrjeteve shumë të rëndësishme të Shtetit Amerikan. Në një moment caktuar, ai u soll në mënyrë jo të duhur, dhe sigurisht që njerëzit që i kanë shërbyer shtetit marrin dënimin sipas ligjit, por gjehet një mënyrë që ata të favorizojnë shtetin në kapjen e njerëzve që janë fajtor, dhe të mbyllet çështja e tyre pa bërë shumë zhurmë. Kjo ndodhi me zotin McGonigal, ai u deklarua fajtor dhe çështja e tij personale është mbyllur. Megjithatë, si kusht i vazhdueshëm i mbylljes me kaq pak, me shumë pak buj të zotit McGonigal, është fakti që ai duhet të tregojë gjithçka, dhe besoj që ka treguar gjëre gjatë, të gjitha llojet e lidhjeve dhe cilin do me cilin ai ka bashkëpunuar në punën e tyre kundër interesave amerikane. Kjo është ajo që po rishqyrtohet. Pra, administrata po e rishqyrton edhe një herë dosjen. Dosja e zotit
Rama ose kujtdo tjetër, se ka dhe njerëz të tjerë të përfshirë, nuk ka qenë kurrë mbyllur, është mbyllur thjesht pjesa e zotit McGonigal, fajësia e tij është shpallur nga 2 gjykata, ka marrë dënimin për katës dhe ai tani vazhdon të kryej këtë lloj dënimi, ka humbur pensionin e të tjera. Por pjesa që i takon bashkëpunëtorëve të tij, sidomos atyre të cilët ishin të pa përmendur në dosje, dhe disa të tjerëve që mund të mos jenë përmendur as në dosje, po të jenë në ca dosje të tjera, ajo nuk ka qenë mbyllur kurrë. Pra nuk ka pasur nevojë të rihapet. Ka qenë gjithmonë atje, prandaj thash më parë që zoti Rama ka pas dosin hapur, është praktikisht gjithmonë në nënvëzhgimin e drejtësisë amerikane, një moment ose një tjetër, dhe sigurisht që kjo është një gjë për të pasur frikë, po për një njeri normal është për të pasur frikë. Nuk jam i sigurt nëse zoti Rama e sheh këtë me sytë e njeriu normal, ndoshta pushteti e ka dehur fort, por është edhe i mësuar ndoshta me këtë punë, sepse ka dhe disa procese të tjera nëpër Evropë, cilat janë në të njëjtën gjendje, që duket sikur janë të fjetur, apo askund nuk humbin dosjet. Askujt nuk i humbin dosjet në shtete serioze. Pika e dytë që dua të shtroj këtu është për palën tjetër, sepse ka shumë propagandë dhe njerëzit gënjehen kollaj në Shqipëri, sepse ndoshta nuk e njohin sistemin. Pala tjetër ka dashur gjithmonë që të thotë që ka qenë administrata Biden dhe Sorosi që ka krijuar problemet Sali Berishës. Po tani ka kaluar mjaftueshëm kohë për të thënë që nën administratën Trump çështja e Sali Berishës, rishqyrtimi i çështjes së Sali Berishës nuk ekziston, me gjithë milionat e eurove dhe dollarëve të shpenzuara. Përkundrazi, mendoj që e ka rënduar statusin e vet zoti Berisha dhe njerëzit afër tij, duke u përpjekur të lobojnë, sepse në këtë pikë, në çështjet e interesave të sigurisë kombëtare, nuk ka lobim që të shpëton. Pra, me pak fjalë, 6 milion dollarët kanë shkuar kot. Unë nuk e di shifra 6, unë e citova nga media, sepse nuk dua të hyj në gjëra faktuale të cilat nuk kam përpara syve. Media citon 6 milion dollar, në qoftë se kanë qenë 6 milion dollar të harxuara, unë mendoj që pikë pari autoritetet amerikane do të fillojnë të kërkojnë ku gjetën, të kujt ishin, nga dolën, pse dolën, si u fituan, ishin parat fituara drejt apo ishin parat fituara me korrupsion, dhe aty pastaj hapet një kuti Pandore, sepse siç e dim të gjithë, po askush nuk guxon ta thotë, ose shumë pak guxojnë ta thonë publikisht, politikanët shqiptar të gjitha palëve janë kriminal, hajna, pjesë të sindikatës ndërkombëtare të krimit, dhe pasuritë e tyre vijnë erë gjak shqiptarësh. Kjo duhet të thënë tani më hapur, sepse nuk kam vend për të ruajtur, nuk kam vend për bërë politik me këtë punë. Këta janë të gjithë hajna, janë të gjithë maskareng, janë të gjithë njerëz që nuk ju ndjen fare për shqiptarët, që kanë vjedhur dhe vazhdojnë të vjedhin, dhe vjedhjet e tyre kanë dalë 1%. Kanë 99% të vjedhjes tyre që nuk ka dalë në publik. Nëse do ta dinte publiku sa kanë vjedhur këta kanë vjedhur për 7 breza. Nëse do ta dinte publiku sa kanë vjedhur këta që vishin me firmato, do të kishte një rebelim të jashtëzakonshëm, duhet kishte një rebelim të jashtëzakonshëm, edhe duhet merreshin këta si ndodhi dikur në ca shtete të tjera, dhe duhet hidheshin nëpër së paku nëpër kazan të plerave. Mirë po, këta vazhdojnë të kenë mbështetje deri diku tek njerëzit, këta vazhdojnë të votojnë dhe këta vazhdojnë të sillen sikur janë bejlerët e rinj të Shqipërisë, dhe kjo është për të ardhur keq. Si mendoni, a ka marrë urdhër Altin Dumani për të çuar përpara dosjen e Charles McGonigal në Shqipëri nga zyrtarët amerikanë me të cilët ai u takua në vizitën e tij të fundit? Altin Dumani është kryetari aktual i SPAK-ut. Cili do të jetë, besoj se i mbaron mandati edhe pa kohë dhe do të zgjidhet një kryetari i ri i SPAK-ut. Cili do qoftë kryetari i SPAK-ut, çështjet e hapura dhe çështjet e rëndësishme të partnerëve tanë do të ecin përpara. Ky është mendimi im personal. Ndërkohë, së fundmi, mediat italiane kanë publikuar një investigim sipas të cilit njerëz të kryeministrit Edi Rama janë kapur në përgjime në ishullin Aruba, ku flitet
për çështje pazaresh dhe pastrim parash në sektorin e ndërtimit. Çfarë do të thotë ky skandal për vetë Edi Ramën, por edhe mënyrën se si funksionon qeveria shqiptare? Këtu bëhet fjalë për një ngjarje që ka ndodhur në vitin 2019, por që tregon skemën ndërkohë se si vijohet dhe që është përforcuar në një farë mënyrë edhe nga kryeministri Edi Rama para pak ditësh, i cili theksoi se biznesmen ndryshëm, emigrantë etj. Do duhet vinë në Shqipëri që të investojnë në sektorin e ndërtimit, duke qenë se me antarësimin në Bashkimin Evropian pronat në Shqipëri do të dyfishohen. Pra çmimi i pronave. Bardh, ne njihemi prej shumë kohësh dhe më vjen keq domethënë që dhe unë kam shumë respekt për ju, por më vjen keq që kjo është surprizë për ju. Nuk duhet të jetë surprizë as për ju gazetarët që njihni shumë më tepër, e as për publikun e thjesht nuk duhet të jetë surprizë. Shteti shqiptar është një enterprise, i thon anglisht, është një sipërmarrje, do të ishte shqip, e krimit të organizuar ndërkombëtar. Dikur ka qenë marrëdhënie midis dyja palëve, Paris dhe krimit, sot është një ndërthurje e të dyja palëve, sepse të dyja bashkë funksionojnë si një grup i vetëm që kontrollon shtetin, sundon shqiptarët, i mban ata si sklever e të tjerë. Pra, nuk është surprizë, nuk ka pse të surprizohemi. Si mund të jetë surprizë kur e njëjta gjë ndodhi me ish-ministrin e Brendshëm Samir Tahiri? Si mund të jetë surprizë kur e njëjta gjë ndodh me ish-kryetarin e Bashkisë Erion Velia, cilin e shkarkuan duke lar duart pas tij, ndërkohë janë të gjithë bashkë aty brenda. Si mund të jetë surprizë kur ish kryetare e një komisioni të rëndësishëm në parlament ishte pjesë e këtyre pazareve? Si mund të jetë surprizë ku shumë shpejt ku një ish-ministër financash është i arratisur dhe jeton në një vend jashtëzakonisht shumë të shtrenjtë me parat vjedhura? Si mund të jetë surprizë ku funksionarët e asaj që quhet opozita, që kanë 12 vjet në opozitë, 12 vjet pa pasur të drejtë në tendera sepse sipas tyre kontrollohet gjithçka nga Edi Rama, por pasuritë e tyre janë shumë fishuar, pronat e tyre janë shumë fishuar, ata jetojnë në luks të thellë. Ku e gjetën këta këtë aftësi, si e gjetën këta aftësi pazarbërse në opozitë? Pra, të gjitha palët janë të përlyera aq keq sa që nuk ka se si të jetë surprizë. Pse duhet të jetë surprizë? Kjo është një gjë që normalisht ndodh. Ajo që duhet të pyesim është pse tani po bëhet e publike kjo punë, dhe pse nga një media italiane. Ndoshta kjo do të na jepte një lloj shpjegimi për uljen në gjunjë të kryeministrit ton 2 metrosh përpara zonjës së nderuar kryeministrit të Italisë, zonjës Meloni. Ndoshta kjo do të na shpjegonte shumë çka tjetër nga sjelljet e kryeministrit ton, por vetëm surprizë kjo nuk është. Është e pritshme, është e ditur. Mjafton që njerëzit, për shembull, ju vetë keni lexuar librin tim, librat e Shenasi Ramës, Valbona Karanxhës, ku të shkruara në fillim vitet 2010, ku të gjitha këto janë të shtruara dhe të parashikuara shumë qartë. A mendoni se kjo, ky skandal apo ky investigim nga mediat italiane mund ta rrezikojë kryeministrin Edi Rama, apo do të përfundojë si që ndodh zakonisht në heshtje dhe do të mbulohet nga skandalet tjera apo nga propaganda e vetë qeverisë? Kryeministri do të gjejë një mënyrë për të përgjigjur, ose me heshtje, ose me ndonjë hedhje në gjyq, siç e ka zakon, ku bën zhurmë për asgjë. Mirë po, unë nuk mendoj që çështja këtë herë është kaq e thjeshtë. Sigurisht që pas çdo lloj dalje publike ka interesa të tjerë. Nuk do të habitesha që tu t'janë prekur interesat e njërës palë dhe ndaj dhe ky është një lloj shantazhi që i bëhet kryeministrit aktual nga palë të ndryshme, por kur je pjesë e një sindikate ndërkombëtare të krimit, sigurisht që do të përballesh me këtë lloj shantazhesh, me këtë lloj dinamikash. Kryeministri i shtetit shqiptar sot, që është kryeministri plot fuqishëm, kontrollon gjithçka, në Shqipëri ka tashmë një diktaturë jakobine, është i rrezikuar edhe nëse kjo do të kalojë. Për shkak se çdo gjë kalon, por nuk harrohet në shtetet normale, dhe ai është peng i veprimeve të veta, është peng i krimeve të veta, është peng i hajnisëve, ashtu siç janë edhe të tjerët
Ilir Meta është sot në burg, Sali Berisha është drejt burgut, një moshë shumë të thyer që nuk mund të jetë gjë e këndshme për askënd. Pra, ta të gjithë janë sjellë në një farë mënyrë duke menduar se do t'ja hedhin. Madje tani ka dhe një mod të fundit që mendojnë se vdekja do t'i lajë të gjithë dhe kur të vdesin do duhet t'ju këndojmë ditirambe, t'ju thurim ditirambe dhe t'i lavdërojmë, sepse për të vdekurit nuk flitet keq sipas zakonit. Por nuk është ashtu. Njeriu gjykohet sipas veprimeve dhe ata do të gjykohen sipas veprimeve të tyre. Drejtësia mund të veprojë sot, mund të veprojë në një të ardhme të afërt, ose mund të veprojë shumë më larg, ose mund të mos veprojë fare, sepse ka lidhje me interesat e shteteve përkatëse, Italisë në këtë rast ose me të Shtetet e Bashkuara në rastin tjetër. Por në çdo rast, e vërteta është ajo që mbetet, dhe e vërteta e thjeshtë është që këta janë hajnat popullit të tyre, shihen si hajna nga gjithë komuniteti ndërkombëtar, nuk i sheh kush si shtetar dhe trajtohen si të tillë në marrëdhëniet e përditshme. A mendoni se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, konkretisht administrata Donald Trump, ka një listë të zezë për zyrtarët shqiptar të korruptuar dhe ai që mund të evidentohet më shumë në këtë rast mund të jetë kryeministri Edi Rama, nisur nga dosja e tij e Charles McGonigal? Mënyra se si e bët pyetjen, përgjigjja do të ishte jo. Nuk ka një listë të zezë të administratës Trump, ka një listë të zezë të shtetit amerikan, ku janë të gjithë shtetarët shqiptar që kanë vjedhur nga 90-ta e këtej. Sigurisht që pjesa e dytë e pyetjes tuaj është e vërtetë, pra a rrezikohen të gjithë ta, se më thënë, sidomos që nga viti 2017 e këtej, këta kanë bërë çuditëra, këta që janë sot në pushtet. Kanë bërë çuditëra, kanë hyrë në lidhje të paimagjinueshme. Sigurisht që kjo është evidentuar, sigurisht që të gjitha dihen, sigurisht që ka një listë atyre që kanë bërë gjithçka. Por duhet t'ju kujtoj diçka. Në vitin 2016, një ish ambasador jo fort i dashur, sepse u bë i padashur për gjitha palët, Donald Liu, që ishte profesionist i asaj pune, në një njoftim publik solli 140 deputet në sallë, të cilët votuan me një këmbë, madje edhe në majt gishtave, sipas disa fjalëve që unë pata nga gazetarë që ishin aty, për ligjin e SPAK-ut dhe për drejtësinë e re. Këtë drejtësinë e re që e shajnë sot, sepse ju ka cënuar disi interesa. Pse e bën këtë punë? E bën sepse një ishin të kapur dhe dinin që kishin dosjet e tyre, dhe së dyti e dinin që mendonin që do t'ja hidhnin edhe këtë herë. Ju ka dalë pak si më ndryshe kjo punë, dhe tani do të luftojnë për ta zhbërë SPAK-un. Ky është mandati i qeverisë Rama sot, është zhbërja e SPAK-ut. Të gjitha të tjerat janë kasht që i hidhet syve publikut. E vetmja gjë e rëndësishme që ka për detyrë Edi Rama në këtë mandat është të zhbëjë SPAK-un me anë të komisionit Xhafa, me anë të ligjeve, me anë të ndryshimit. Në fundit, fisheku i fundit që kanë do jetë ndryshimi i kushtetutës dhe do ta paraqesin si ide e opozitës, që hapje ndaj opozitës dhe do të ndryshojnë kushtetutën e të tjerë. Asaj shërben edhe ajo gjetja me 101 deputet që kryeministri Rama mendon se me shumë dinakëri e hodhin treg për ta testuar, për të parë se si do të reagojnë ndërkombëtarët. E ndodhur përballë kësaj klase politike e cila mundohet që t'i shpëtojë drejtësisë në gjitha format dhe përmes këtyre skemave siç ju i përmendët, a mendoni se Shtetet e Bashkuara të Amerikës në bashkëpunim me SPAK-un, konkretisht me agjentët e FBI-s dhe të DEA-s që shpeshherë përfliten se kanë vizituar edhe SPAK-un, të nisin goditjet në nivele shumë herë më të larta nga ato që kanë realizuar deri më tani? Ju a dhash një përgjigje të kësaj pyetje, po do ta shtjelloj edhe pak më tepër. Niveli i goditjes varet nga shumë plane të tjera, siç e thash, planin e stabilitetit kombëtar, stabilitetit shtetit shqiptar jo kombëtar, në planin e stabilitetit rajonal, në planet e marrëdhënieve ndërkombëtare, si janë çështjet ndërkombëtare, sa do të jetë zgjeruar lufta që ka nisur e të tjerë. Pra, kjo varet nga shumë çka. Mirë po, për të ju rikthyer diçka që nuk e thash më parë, thash që SPAK-u, kushdo të jetë kryetari, do të vijojë të punojë sipas atyre që janë prioritetet e dhëna
nga partnerët tanë ndërkombëtar. SPAK-u në fakt është një organizëm që nuk kontrollohet drejt për drejt ose i gjithi nga Paria e Tiranës, dhe ky është problemi që ata kanë me SPAK-un. Ky është problemi që ata kanë me Altin Dumanin. Nuk është fakti që Altin Dumani nuk ka dalë nga radhët e tyre, sepse në fundit kushdo që është prokuror ka një lidhje, dhe Shqipëria është vend i vogël, gjithë lidhemi me dikund. Por fakti që kontrollin e SPAK-ut e kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kontrollin e agjendës SPAK-ut e kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i shqetëson më së tepërmi, dhe kjo do të jetë një gjemb ose një gozhd, do thoya se është më shumë se një gjemb, në shtatin e Paris për sa kohë që SPAK-u të ekzistojë kështu siç është. Kështu që përgjigja është po, domethënë ka shumë gjasa që të intensifikohet përpjekja e SPAK-ut, por sa lart do të shkojë varet nga shumë çka tjetër. Nisur nga gjithë qeverisja e kryeministrit Edi Rama dhe gjithçka që ai ka bërë në këto 13 vite, a mendoni se ai mund të shpallet non grata dhe të ketë të njëjtin fat ashtu si ish kryeministri Sali Berisha? Mund të shpallet, ose mund të shpallet i pandehur, ose mund të shpallet shumë më keq se sa non grata. Por, siç e thash më parë, funksionon parimi i lez majesté në momentin që nuk ka në momentin që njeriu ka pozicione publike, poste publike, siç i ka zoti Rama, i zgjedhur nga zgjedhjet e shqiptarëve, të panjohura zyrtarisht nga Shtetet e Bashkuara, po të pranuara si zgjedhje që ndodhen, ai do të vazhdojë të ketë deri diku një lloj imuniteti. Se deri ku shkon ky lloj imuniteti, aty pastaj hyn këto faktorët e tjerë që përmenda më së. Të ndalemi pak te shkarkimi i Erion Veliajt, nisur nga optika juaj, shkarkimi i Veliajt ishte pika e fundit pra e goditjes së Edi Ramës ndaj tij për ta eliminuar tërësisht politikisht? Nuk jam i sigurt që shkarkimi i Veliajt ishte një lëvizje kundër Edi Ramës. Unë mendoj që shkarkimi i Veliajt dhe heqja qafe e Veliajt ishte pjesë e agjendës së zotit Rama. I volit jashtëzakonisht shumë sepse Edi Ramës për ta eliminuar tërësisht. Pra, zotit Rama i volit jashtëzakonisht shumë heqja e Veliajt dhe kishte kohë që e planifikonte një gjë të tillë. Marrëdhëniet midis Veliajt dhe Ramës ishin të përkeqësuara prej shumë vitesh, pavarësisht asaj që dilte publikisht. Marrëdhëniet e tyre ishin përkeqësuara për shkak se Velia identifikohej, unë nuk mund të flas se çfarë mendonte vetë zoti Velia, sepse nuk jam në mendjen e tij, por identifikohej nga shumë kush si pasardhës i zotit Rama dhe si dikush që do të mund të zëvendësonte zotin Rama në një qeveri socialiste. Socialistët kanë shumicën absolute në zgjedhjet e fundit, edhe në zgjedhjet para tyre, sido që të cilësohen këto zgjedhjet, të mira apo të këqija, pak rëndësi ka në momentin që pranohen, ashtu siç janë, socialistët kanë shumicën absolute, dhe duke pasur shumicën absolute duhet që të përfaqësohet vullneti i popullit nga një socialist në krye të qeverisë. Heqja e Ramës do duhet kishte një pasardhës, dhe ky pasardhës ishte Velia. Dhe Rama me shumë dinakri politike. Duhet thënë se nuk duhet ta harroj ta them këtë. Edi Rama është sot politikani më i aftë për të lëvizur nëpër kulisat e marrëdhënieve midis Paris dhe ndërkombëtarëve të tranzicionit. Pra praktikisht e ka tejkaluar edhe aftësinë politike të Sali Berishës, ka mbijetuar dhe ka hequr qafe shumë njerëz, të cilët shiheshin si rival të tij brenda. Ka eliminuar dorën e vjetër të Partisë Socialiste, eliminuar Samir Tahirin, eliminuar Gramoz Ruçin, herë duke ju dhënë diçka për t'i mbullur gojën, duke ju dhënë para, herë duke ju, siç ndodhi me Samir Tahirin, i cili bëri burgun dhe tani është bërë milioner, herë duke ju dhënë poste dhe ofiqe dhe duke i bërë pjesëtar të shpurës tij, të cilët pasi ishin përdorur mund të hidheshin tej, dhe herë duke i ndërzyer kundër me anë të nestiangonerëve të ndryshëm drejtësinë. Mirë, po kjo është tik me dy presa, sepse vjen një pikë, siç ka ardhur, që bëhet e pamundur më të justifikohet zoti Rama me daljet e tij publike që ma bëjnë pa e ditur, sepse një person me kaq fuqi dhe me kaq pushtet
një njeri që e njeh mirë Bashkinë e Tiranës, një njeri që e financon Bashkinë e Tiranës, sepse qeveria i jep fondet bashkive, siç dihet, siç e dini ju, dhe e dinë shqiptarët, e ka nivelin e kontrollit shumë të madh. Pra, asgjë nuk bëhet në asnjë bashki të Shqipërisë, flitet për projekte të mëdha, flitet për korrupsion të madh, pa qenë e kontrolluar nëse do qeveria. Dhe atëherë, bashkëfaqësia e tij është e qartë, pavarësisht se nuk i ka dalë ende emri, zoti Rama ka firmosur në letër, ashtu siç kishte firmosur edhe paraardhësi i Berisha të tjerë. A mendoni se Erion Veliaj mund të denoncojë aferat korruptive të kryeministrit Edi Rama, të paktën qoftë në nivelin që bëri Arben Ahmetaj? Në teori po ka një Barsalet që thotë në teori është diçka dhe në praktik diçka tjetër. Nuk mendoj se në praktik zoti Veliaj do të bëjë një gjë të tillë, do të varet nga shumë çka, por unë nuk besoj që do ta bëj. Shkaku është sepse vlera e çdo politikani shqiptar sot matet me para. Kjo është një nga gjërat që ka kuptuar zoti Rama dhe me këtë mënyrë ka kontrolluar mjedisin politik shqiptar. Pra, aftësia e tij për të kuptuar që sa e kanë vlerën njerëzit. Dhe vlera e çdo kujt në politikën shqiptare sot është sa para ka bërë, sa para ka vjedhur. Dhe unë mendoj që zoti Veliaj do të pranoj fatin e tij jashtë politikës, mund të rikthehet si një personazh publik i shoqërisë civile, por do të lejohet që të mbaj pasuritë e dhëna, asgjë nuk do t'i sekuestrohet. Dhe në mjedisin publik shqiptar nuk ekziston më turpi. Turpi dhe nderi janë bërë pothuajse njëjta gjë, gjërat harrohen, mbas disa muajsh, si jeni sot për shembull, a merret kush më me Samir Tahirin? Kjo ishte pjesëtari i një grupit marihuanës. Marihuana ka dalë jashtë loje sot. Sot flitet për kokainë, për heroin, për grupe të mëdha, për Elbasanin, për Shkodrën, për Vlorën, e për shumë çka tjetër që nuk flitet, që është nën dhe, po që është në ato dosjet e famshme të ndërkombëtarëve. A mund themi se brenda Partisë Socialiste vlon lufta e heshtur midis eksponentëve ndaj njëri tjetrit, apo Edi Rama me eliminimin e Erion Veliajt i ka shuar këto zëra, dhe nga ana tjetër, a do ketë një njeri brenda Partisë Socialiste që mund ta rrëzojë Edi Ramën në një moment të caktuar? Çdo gjë është e mundur, sigurisht që vlon lufta për brenda klaneve në Partinë Socialiste, është e qartë. Unë nuk kam dieni të brendshme të klaneve të ndryshme, por di që në momentet të caktuara, sipas asaj që ka ndodhur publikisht, zoti Rama është përplasur me klane të ndryshme. Për shembull, me Fatmir Xhafën, cilin donte ta eliminonte nga loja dhe nuk mbriti. Nuk ja doli sepse Fatmir Xhafa bëri një aleancë të ngushtë me Erion Velin dhe tani më ka rolin e vetë, është rizgjedhur me votat e veta pa nevojën e zotit Rama 2 herë në parlament. Atëherë zoti Rama bëri një kthes dhe e bëri aleat në ndryshimin e kushtetutës. Pra, për sa kohë që ka një çmim politik ose jo, nuk volit askujt në Partinë Socialiste që të sfidoj zotin Rama sot. Zoti Roy, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit juve, Bart, dhe urime për emisionin e ri. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.